Reforma në drejtësi ka nxitur ambasadorin amerikan në Tiranë Aleksandër Arvizu të shkojë në selinë e Partisë Demokratike. Pas takimit me deputetët demokratë Komisionit të Ligjeve, diplomati amerikan bëri të qartë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara për këtë reformë, që ai e cilëson urgjente për Shqipërinë. We agree that Ne biem dakord se reforma në drejtësi është një çështje urgjente për vendin. Dua të ndalem tek Këshilli i Lartë i Drejtësisë, pasi e di që ky institucion del shpesh në lajme, duke parë performancën e pabarabartë të KLD-s. Me të vërtetë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë duhet të jetë pjesë e diskutimit të reformës në drejtësi. Sipas ambasadorit Arvizu, reforma duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe të bëhet në parlament, ku në fakt prej disa javësh opozita mungon për shkak të bojkotit pas një incidenti mes deputetëve socialistë dhe demokratit Gens Strazimiri. it is the view of the United States. Shtetet e Bashkuara mendojnë se qasja më efektive për reformën është gjithëpërfshirja. Njerëzit duhet të marrin kohën e duhur për të dhe mënyra më e mirë për ta realizuar është pjesëmarrja në parlament. Ambasadori amerikan Arvizu theksoi se reforma në sistemin e drejtësisë duhet të bëhet pas konsultimeve të gjëra me faktorët e brendshëm, por edhe me ata ndërkombëtar, si Komisioni Venecia, Euralius apo edhe USB. Sipas diplomatit, qëndrimi i Shteteve të Bashkuara është në të njëjtën linjë me atë të delegacionit të BE-s që nëpërmjet një letre pak ditë më parë kërkoi që institucionet ndërkombëtare të mbikëqyrjen reformën në drejtësi.